Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike pas vendimit të kryeministrit që u konkretizua o finalizua shkarkimi i Erion Veliaj. Tashmë dilema e vetme mbetet se kush do të jetë kandidati i Partisë Demokratike. Deri tani shumë në media kanë pranuar që mundet të kandidojnë eksponent nga Partia Demokratike, deputet dhe të tjerë që janë gatshëm, por askush me peshë nuk ka dalë zyrtarisht. Për këtë dhe për të tjera, do të flasim me avokatin e njohur Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mund ta quajmë të mbyllur kapitullin Veliaj apo akoma kemi parë përgjigjen e tij? Se deri tani ka heshtje. Ata të cilët janë ignorant, pra të paditur, normalisht mund të quajnë të mbyllur kapitullin Veliaj politikisht, por edhe madje dhe juridikisht, sepse derisa Veliaj pas ka prangat në duart, që e ka në qeli, për një pjesë të ignorancës, jo të gjithë, pra jo të gjithë njerëzit janë njësoj, normalisht do të thënë në anormalitetin e tyre që po, Veliaj ka mbaruar, Edi Rama e shkarkoi, fuqia e Veliajt ka mbaruar dhe diçka ka mbaruar. Por jo, Veliaj nuk ka mbaruar. Veliaj sa po ka filluar data kur ai është shkarkuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Do të presim procedurën që kemi të bëjmë me zbardhjen e kësaj vendimarrje në fletoren zyrtare të qeverisë, që besoj duhet të jetë brenda afateve, do të jetë shumë shpejt, do të botohet. Dhe në atë moment fillon njoftimi i personit që duhet i përcillet vendimarrja dhe tek bashkia dhe nga bashkia duhet i shkojë tek qelia në paraburgim. Në ato momente, brenda 15 ditëve në momenti i marrjes së njoftimit që është shkarkuar me vendim të Këshillit të Ministrave, subjekti që mban cilësinë e kryetarit të bashkisë ka të drejtën e tij të drejtohet gjykatës kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij. Dhe për ata të cilët jetojnë në ignorancën e vazhdueshme të provokimit të propagandës për të ignorancës smundjes, sepse ndonjëherë ignoranca është edhe smundje, s'ka nevojë të jetë për shembull ignorancë momentale, pra e ka të vazhdueshme, nuk ka pse ti thuash diçka të re sepse ai mendon sikur ti po e sham, por fjalia ignorancë quhet në gjuhën shqipe edhe përkthehet qartazi të paditur, pra nuk është një fjali e cila të bën ty dojë mos të ofenduar, por thjesht gjuha shqipe ka edhe ajo vjen edhe ajo me një pasuri të gjerë të literaturës. Por ata të cilët gjithmonë duan edhe jetojnë në ignorancë, normalisht Zoti Veliaj ka mbaruar. Por unë dua të them, ku është fusha që mund të veprojë? Pra ju keni parë ndonjë sinjal të parë deri tani? Dhe ku janë mundësitë aty, dhe ku shkojnë për të vepruar? Sinjali do të jetë në momentin kur do të ankimohet vendimi në gjykatën kushtetuese. Por në rast se ka ndonjë marrëveshje politike midis Zotit Rama dhe Zotit Veliaj, duhet të kishte bërë fakt konkret që Zoti Veliaj duhet të kishte dalë nga paraburgimi. Në rast se Zoti Veliaj nuk del nga paraburgimi dhe duke qenë në një marrëveshje politike me Zotin Rama, ju ta dini, ju ta keni të sigurt që në rast se Zoti Veliaj nuk do ta ankimojë këtë vendim të Këshillit të Ministrave dhe do të shkojmë brenda 20 ditëve në zgjedhje të parakoshme, atëherë unë ju them qartësi që Zoti Veliaj ka ra peng ose është marrë peng nga Zoti Rama, ashtu siç ndodhi me Zotin Sajmir Tahiri dhe ashtu siç ndodhi me Zotin Ahmetaj. Pra, Zoti Rama din të luajë mirë dhe këta janë viktimë të radhës. Uroj që Zoti Veliaj mos bëjë këtë gabim, pra mos të bindet Zotit Rama, sepse duke qenë në burg, përsëri në burg do të jetë sepse vendimarrja është gjykatës dhe vendimarrja është e prokurorisë. Dhe ju do më thoni gjykatat nuk janë të pavarura ose prokuroria. Unë e kam thënë me kohë këtë gjë që nuk janë të pavarura. Pra, në rast se Zoti Rama dhe Zoti Veliaj ose Zoti Veliaj pretendon se Zoti Rama do ndërhyjë në sistemin gjyqësor, jam dakord me ju, po nuk do dali pa u zhvilluar zgjedhjet e Tiranës. Pra, sidoqoftë ta merrni si një rast ju, unë ju them që Zoti Veliaj
edhe si kur mos bëj ankim në gjykatën kushtetuese, dhe mos bëj ankim se ka një marrëveshje politike për të dalë ai, përsëri zoti Rama do jetë ai që do jetë favorizuar, dhe jo zoti Veliaj. Sepse zoti Veliaj duhet të mbarojë esapet me drejtësinë. Pra zoti Veliaj ka një problem më tej, pra me vendimin, me dëgjoj pak të kuptojmë diçka që është thelbësore në aspektin politik dhe juridik, sepse janë të dyja bashkë kanë gjitur njëra me tjetrën. Jo si ata që thënë, jo, flasim juridik, po mos e përfshim politikën. O ufo, politika prodhon ligjin, nuk e prodhon ligji politikën. Se e ke dëgjuar sa budalliqe që thënë këto budalliqe. Mos përfshim politikën, më budalla. Në parlament jeti, po je deputet, ti bën ligje që ne i zbatojmë edhe bashkë me ty edhe ti, po i zbatojmë. Çdo gjë është politik. Po është politik me të zotëri, po kushtetuta çfarë është? Politik është sepse populli shqiptar ka votuar dhe ka përcjell sovranitetin e tij të normimin të ligjit të dhomën parlamentare që është parlamenti. Pra, është politik. Por për ufot që nuk duan ta besojnë ose duan ta bëjnë si justifikim që apo pse Veliaj po jo kështu po ashtu, zotëri, Veliaj politikisht nga Partia Socialiste, bye, ciao. Po jo nga politika. Pra, zoti Veliaj do ankimoj, kujdes këtu, vendimin e Këshillit të Ministrave për të qenë pjesë në Partinë Socialiste. Jo se do të ankimoj atë vendim për shkak se ai do shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe do fitojë çfarë që mos pranohet ajo vendim për shkarkimin e tij. Por zoti Veliaj do ta bëj këtë sepse nuk do të largohet nga Partia Socialiste. Sepse pikërisht vendimi i Këshillit të Ministrave ka të bëjë me çfarë? Largim nga Partia Socialiste. Asnjëri nuk e ka thënë në asnjë media, se thosë se janë ban. E thot ai që është paguar këshilltari i parlamentarit, ja, se thotë. Goditja e dyfisht. Ik nga këshilltar pastaj. Pra, kjo është goditja e dyfisht. Shiko, zoti Veliaj është goditur 3 herë. Hera e parë është goditja juridike. Hera e dytë është goditja politike. Hera e tretë është goditja brenda Partisë Socialiste me vendimin e Këshillit të Ministrave. Pra, e hoqi edhe nga PS-ja. Pra, e hoqi nga PS-ja, mos më thuaj ti mua hoqi nga politika. Nga politika nuk të ishte askush edhe sikur ti je bandit dhe kriminal. Se një formë, mënyrë ose diçka do ta gjesh ti që të përfshihesh në politikë. Nga politika nuk të hiq dot dikush. Por nga drejtimi i një partie, për nga natyra e një partie, nga fraksionet brenda një partie që Veliaj kishte instaluar, i hoqi. Pra, i pastroi të gjithë njerëzit që ai ose ata u merrnin. Pra, avokat, a ka mos i Veliaj që tani lirohet një mas më të butë sigurie në shtëpi duke qenë se nuk është më kryetar bashkie dhe nuk rrezikon të prish provat sipas fakut? Mund të jetë kjo pra një marrëveshje që mund të shkarkojë nga kryetari i bashkisë nga posti, ti rikthehesh i lirë pra nga i lirë. Vazhdon ti me gjithë lirë del nga qelia. Jo, dëgjoj tani. Si unë mendoj të po ndolli ky ekstremitet dhe pastaj ti do më thuash mua që fjalia lavatrice që unë kam përdorur dhe jam paragjykuar nuk është në rastin konkret. Dhe mbaj mend edhe për ty dhe për opinionin publik, unë fjali lavatrice që është sistemi i drejtësisë e kam cituar dhe do shikosh pas disa vitesh që si do dali e vërteta, se nuk do dali tani. Se tani të jemi të ai rasti të gjithë shpejt futen burr kalbe, thash e themi çka ka vjedhur perceptimi publik, kush se Berisha ai dut, kush Meta ai dut, Ilir Meta, Berama, të gjithë ka kupton jemi në këtë valun që gjithë vdesim të shikojmë nëpër burgje të kalbe të masakrojnë dhe fund fare kur do bëhet ajo pastrimi, e kupton? Që të produktet nuk të gjetën, të deklarimi, hajde se u bë një gabim njerëzor aty e pastrojmë të korrupsioni pasiv, nuk të kemi gjetur ata aktive që ty të kanë korruptuar, po ti që ke korrupsion pasiv, si të rasti Veliaj, të rasti Meta, të rasti Berisha. Meta s'di se e përmendi kryemalli, që s'po gjen dot aktive. Po, shumë e drejtë ajo që tha, për herë të parë kam në dakord me budalliqe që ka thënë për politikën ajo, po vetëm për këtë kam në dakord. Pra, si ka mundësi ti të thuash për dikë që ti je i korruptuar, pra, por personi që është korrupsion aktiv ti nuk e më ke marrë njëherë në pyetje.
Pavarësisht është parashkruar vepra penale. Ore, ja ke dhënë këtë apo nuk e ke dhënë? Prandaj që mos ndryshojmë temë, do vim të diskutojmë një ditë tjetër për këtë. Më të thelluar edhe me më shumë informacione. Kjo është surprizë. Tani, edhe me dokumenta shpresoj. Po, edhe me dokumenta. Ç'a duash? Atëherë, për sa i përket rastit Veliaj. Veliaj, edhe sikur të ndodhi kjo që ju sapo cituar, një marrëveshje politike, juridike me Edi Ramën, Edi Rama nuk mund ta lejojë të dalë Erion Veliaj para se të bëjnë zgjedhjet e Tiranës dhe ashtu siç Rama mendon gjithmonë, që gjithmonë PS ta fitojë Tiranën, e kupton? Pra, do mbarojnë zgjedhjet, do të shpallen të mbarojnë zgjedhjet dhe pastaj kjo gjë. Është e sigurt kjo gjë, sepse unë ju kam thënë që Spaku punon për Ramën, e mbani mend ju kur keni ftuar në emisionin tuaj për rastin e vllait vet, çfarë thash unë që është kjo? Presion. Dhe u desh e keni ju të arkivuar, ju e keni. Po, keni thënë konkretisht që është presion i hapur që ai quhet presion. E person familja. Të ftoj, pse të ftoj? Se për ty s'kam asgjë, po çfarë të bëj ty? Të ftoj sepse emri Spak. Njerëz dridhen. Pse? Është Spak, e kanë rritur shumë në këta nivel, në kupton, edhe Velia i kishte arrit vet. E kupton, edhe Velia u fut edhe Velia në këtë grop. Më kupton, edhe Sali u fut në këtë grop. Edhe Iliri në këtë grop. Edhe Rama e din që ekziston një grop, por ai thot gjithmonë, jo, s'm prek mua. Kështu si thonë të tjerë, i shkoj flakat i tjetrit, ik për i shkoj aty të mlera atmosferë të mua, ik më s'merr me ty, e kupton? Kështu bëjmë ne. E kemi natyrë njerëzore, shqiptarë jemi, e kemi kështu. Si shkoj flakat, e ka bëj në edhe ai s'ka qenë pa gjë. Pra, duke qenë në këtë mentalitet të gjithmonë të gjykuar gjërat, unë shikoj që po kemi një marrëveshje të tilla, atëherë na fakton qartazi që prokuroria e posaçme është do të thoya një deg e Partisë Socialiste. Do thotë të tjerë jo po janë amerikanë, po ç'a amerikanë janë i ka ato 3 vite vi ky tjetër pe atë ndihmën e ambasadës që shkoi te Dumani thanë do bëjmë linjën e Trumpit. U desh gjithë sa kohë që të shkoi ti thotë tani është linja Trump. Krimi organizuar, kartele, droga. Po se ne kemi thënë me kokë këtë gjë, po të tjerë s'na kanë dëgjuar. Kemi thënë kush janë, pra edhe te ty prapë kam thënë këtë. Krimi organizuar dhe terrorizmi janë gjëra që i kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kështu pika kryesore, nuk falen për këto. Këto të dyja, sidomos, as bëhet fjalë. Te korrupsioni e diskutojnë. Pse e diskutojmë? Sepse çka ka ndodhur në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit? Është pikur akuza politike e korrupsionit, pra akuza penale e korrupsionit, për të zhdukur dikë nga politika edhe duke e bërë me të lashme drejtësi. Më kupton? Prandaj këtë nuk e marrin shumë amerikanët të kështu se e din që pse edhe në Amerikë ka korrupsion, se çfarë janë ato, çfarë janë ato atje. Në Gjermani ke korrupsion. Për të flasë një skandal në Komisionin Evropian, këtë gjithë komisionerët evropianë në përburgje më. Ore, nëse shkon Prokuroria Federale e Belgjikës edhe i futet një hetim komisionerëve evropian, i këtë gjithë, sa veta janë aty, i këtë gjithë në përburgje, po do në mas sigurie. Jo më të kapë me eurodeputetët, që aty bëhet nami. Pra, ju duhet kuptoni këtë gjë, korrupsioni parandalohet, nuk eliminohet, nuk azjesohet. Por, krimi organizuar kërkon politika të qarta shtetërore. Pra, nuk mundesh ti për shembull të jesh kryeministër dhe të jesh antar bande, se normalisht bandët të hape rrugën, e kupton? Por, prandaj thot doli kjo Nancy edhe shkoi tani Nancy ka sa vite ka Nancy këtu, tani na shkoi Nancy te Dumani thotë që erdhi linja Trump. Prandaj, që ta konkludojmë me rastin e zotit Veliaj, që edhe ju edhe unë të jemi ashtu siç jemi gjithmonë objektiv ndaj analizës që ne bëjmë dhe jo subjektiv, pavarësisht se merrem me subjektin, por analizojmë nga ana objektive të subjektit. Pra, çfarë ky person ka bërë? Ai ka bërë vepra penale? A ka pasur dieni për ato çfarë ka bërë Veliaj? Ka ndodhur ajo që është e çuditshme përsëri që unë e them gjithmonë edhe kryj pak veshin.
edhe gjithmonë e çuditshme kjo gjë. Ore si ka mundësi te Velia të vinë të gjithë biznesmen? Ore te Berisha biznesmen. Ore te Meta nuk janë biznesmen, biznesmen janë vend tjetër. Po çuditërisht këta biznesmenët për politikanë, po vetëm këta, po mirë. Po Edi Rama nuk ka takuar biznesmen? Vetëm këta pas kanë taku biznesmen? Pra, po në NBA që shkon Rama atje në Amerikë që bën xhiro. Edhe ja pagun dikush tjetër. Si quhet kjo korrupsion në frymarrje erës në tokë në qelë të basketbollit? Si ka mundësi ai nuk shkoi në KB more? Kisha një hall për këtë. Pse s'më pyete more për këtë? Se harrova edhe këtë. Po shkoi në NBA dhe nuk shkoi në KB, që Vietnami, bë foto dhe në një selfie kështu. O shqiptar shikoni si mdojnë mua amerikanët, puth Macronin aty për qafon, Ursula nuk e di ka shkuar Ursula. Po vetë presidenti, ata e kanë një tjetër nuk ka bërë. Nuk na duhet Trumpi, le Trump apo. Ai ka 3 vjet. Avokat shkoi presidenti, shkoi Begaj. Po antari Partisë Socialiste, ai jam i bindur që po nuk antarësu në Partinë Socialiste unë platsha. Ai do antarësoj dhe madje do bëhet deputet, po nuk u bë edhe ai burgaxhi. Kush janë aludimet tuaja për mos vajtjen e vizitës, pra fakti që kryeministri nuk shkoi në OKB. Po ti e beson sa punin për djathtë që djali i Sorosit stu martu në Amerikë? Edhe Rama vajti në Amerikë, po besoni këtë? A besoni ju këtë gjë? Po ku do dalesh me këtë? Po unë kam dalë përpara me këtë dhe ta kam thënë. Shkoj Rama në Amerikë? Nuk shkoj. Pse nuk shkoj? Nuk shkoj, po mund të shkoj. Mund të ketë një ftet. Jo, unë ai nuk shkoj, edhe unë nuk shkoj. Mund të ketë një ftet. Vetëm për të bërë aty tabela thotë zotëri, po. Hajde pak këtu majtës themi 2 fjalë. Po i doli, larg qof, nuk ekziston në fakt tani, ai është mbret tani çfarë. Këto janë dëshirat e opozitës apo nuk ke diçka konkrete? Jo, nuk ekziston kjo që them. Avokat janë. Ai për kryeministrin dhe president do arrestohet ai. Çfarë? Po flasin për dëshirat e opozitës apo diçka konkrete? Më fal. Ti ke menduar që unë them në gjë dëshirë të opozitës? Jo, thash mos opozita lavdronte nga mes të deri ndarë dhe bërte lavazh spakut, unë dilet e ty, që kemi nisur bashkë të emision, edhe kemi vazhduar vazhdimisht edhe kemi bërë analiza, edhe thoya për spakun nga mes deri ndarë, para se të arreston të Berisha, para se të thotë Meta, para se të thotë Velia, pra ne kemi qenë të parët në treg që kemi bërë diçka që është konkrete të sot dhe sot e bën të tjerë në radhë tani. Pra, unë po të them ty këtë gjë. Kanë ardhur të fjalët e tua. Zotri. Po kjo Amerikë shumë male për vajtje. Ai popull që na dëgjon edhe e respektojnë për këtë që na dëgjon. Zotri, unë gjithë njerëzit kam mlefe. Mirë. Ti zotri, ke mlef ndaj një personit sepse me atë person ke bërë një marrëveshje, ke punuar dikur, edhe çfarë bën edhe kthen kapakun edhe fillon të degeneron. Nuk ka flasim emra, po populli kupton vetë, për shembull. Jam un deputet për shembull, meq ai nga lista. E daluna për televizion. Çfarë për televizion? Marrin atë dhe na fol për këtë. Ai ka saliu nga mes deri në darkë, e kupton? Pse? Se ka mlef personal. Po ai që ka mlef personal nuk bën analizë të qartë objektive, bën vetëm subjektive. Dhe çka kam bërë unë? Unë edhe sikur të kem, që nuk më ka rastisur të marr një pozicion në shtet apo në një parti. Pra, edhe sikur të kem personal një mlef, një diçka personale me një person, unë nuk shfaq kurrë atë mlefin për shkak të inatit që kam për atë, pse nuk e bëj këtë? Sepse tjetër është pjesa që unë analizoj, që t'i jap qytetarëve atë të kuptojnë çfarë duhet të kuptojnë bashkarisht. Dhe tjetër është ajo që bëjmë ne si popull, që fillojmë edhe i bëjmë gropën tjetër nga mlefet personale, nga ato atërmbetje që na ka mbetur. Për shembull, del një deputet që ka i saliu, e del nga mes deri në darkë, po normal atë do marrë ai. Edhe do thosh që ka krizë opozita. Po s'merr Kristenin që të flasë diçka të normale. Se merr, nuk duhet i dali kjo që ne kemi bërë këtu. Pra çfarë? Ne kemi thënë vërtetat. Pse Rama nuk iku në Amerikë? Po, Rama mund t'ik në Amerikë, kush e ndalon? Por, zotri, po, Rama ta di që në rast se do të mbarojë hetimet e FBI-s, Rama dhe në rast se gjendet prova që janë kundër Rama,
Rama s'do arrestohet. Dhe ekstradimi me Amerikën, Rama vetë ka bërë ligjin. E me krenari edhe ajo është krenuar. Si Meta, si Berisha, si Luli, si Velia, të gjithë ta. Se krenojnë këta nuk këta janë edhe kaj shumë budallë, se sa flasin më shumë se sa ç'duhet. Dhe votojnë më shumë se sa ç'duhet. E fut fare bjen vetë në grop. Dhe kur i thonë re në grop, thot, ha më shpëtoj, thamë, ta ty ku kera, se të shpëtoj. Po mund t'jetë tjetër avokat, mund t'jetë. Bjen vetë bashkë ty, që s'ka faj. Opozita pret një ftesë nga FBI, ku se Ramës mund t'i vini ftesë nga Trumpi. Shiko, unë mendoj se Trumpi mund të luajë shumë bukur, edhe unë do mendoj se Trumpi do luajë shumë bukur, por Rama do ta ketë rrezikun. Po nuk e di a do jetë Rama që do luajë mirë, apo Rama do luajë keq sepse ka frikë diçka tjetër që vetëm Rama e di dhe Trumpi nuk e di. Po Trumpi do ta luajë lojën sepse ka Ramën, pra Shqipërinë e ka në NATO. Shiko, janë disa gjëra, se bëjnë disa, janë disa gjëra europiane, amerikane. Pra, janë disa gjëra të cilët nuk thuhen. Janë disa gjëra të cilët thuhen, por kanë atë delikatesën e tyre. Dhe unë dua t'ju sqaroj juve të kuptojmë bashkërisht diçka shumë të rëndësishme, që është kjo. Çfarë? Shqipëria është në NATO. Trumpi nuk do bëjë diçka që të godasi aleancën. Rama është pjesë e aleancës. Në rast se do goditet Rama, vendimarrjet në NATO nuk do jenë të lehta. Për opinion publik e thënë. Mos prisni nga të huajt. Ju e keni në dorë largimin e Ramës. Mos prisni se do zgjohet Rama do thotë tani po hajde një merrni karrikën. Çoti Dylbert vigylse në ventat. Ço është ti? Për respekt çohesh, po jo të më të karrikës, ajo është puna jote. Kjo është puna ime. Që do thotë konkurenca është konkurrencë dhe konkurenca është sipas zotësisë. Tani do më thotë dikush, mua, me të drejtë. Po ai ka zotësi duke korruptuar, ai ka zotësi duke u marrë me mafioz, ai ka zotësi për shumë në gjëra të tjera. Dakord me ty jam. Por nuk mund të justifikohemi vetëm me fjalinë që ai ka krimin organizuar, korrupsionin, pengmarrje të gjitha këto. Ti, derisa do të vish të jesh alternativ, ti zgjidh rrugën më të mirë të mundshëm dhe bë skanim të shoqërisë tonë, çfarë kërkon ajo më shumë se sa i ka dhënë kë. Këtë s'ka bërë opozita jonë. Prandaj mos më përfshit gjithë opozitën. Thuaj një pjesë e opozitës, sepse nuk jemi të gjithë njësoj më zotëri. Lere tani që do vinë edhe zgjedhje lokale, apo do vinë apo nuk do vinë, apo do i gjetë shkarkimin në dorë këtyre. Sepse të gjithë janë krenuar që janë gati për shkarkimin. Por emra konkret për Partinë Demokratike nuk kam, e di pse nuk kam, sepse e kemi thënë që janë shumë, ta dish e kemi thënë, e kemi bërë edhe video. Lere, alfabeti më duket se nuk ka 36, por do shkojë 45. Avokat, po mos ju propozojnë ju? Jo. Se ti mendon se do propozoj mua, edhe ti mendon se ata do propozojnë mua duke thonë që nesër po zgjodhet ti do ma ngresh telefonin? Se di. Unë telefon në rast se zgjidhem nuk ngrej. Tek asnjë nga ata, edhe sikur të më propozojnë, po vetëm të qytetarët. Në rast se ndodh kjo gjë. Po nuk ndodh kjo gjë, është diçka e shpejt, në rast se dikush nga ata propozon, po për shkak se janë shumë, e kupton, edhe unë them janë shumë propozim tani. Tani edhe ti. Ata vdesin për kandidatë, kështu gjë është tani. Do dalin emra të tjera, aty do bëhet konkurrencë pa imagjinueshme, dhe u bë ky të dalë kandidat tani të marrë. Ky as votën e vet do marrë, kupton, edhe vetëm votën e vet. Kupton tani. E pastaj fillon kurrja kështu. Ky duhet të jetë i Ramës sepse kështu është, e kupton. Dhe jo, por këti t'ja kemi kështu atë, ky kështu ashtu, e kupton, edhe pastaj fillon i shpikin gjëra me radhë. Prandaj mos thuaj emra kështu vëlla, sepse i kap zemra më ti. E pastaj na pse ne i gjë edhe ti. Mos bëj kështu gjë, mos njofto këto gjëra. Akoma. Emri i kandidatit është akoma shumë larg. Unë uroj që biseda jonë mos jetë aq larg sa ç'është emri i kandidatit, biseda tjetër. Unë kandidatin e shikoj në vendimin e gjykatës kushtetuese, në rast se Velia do shkojë ta dërgojë. Unë uroj që Velia të bëjë ankimin në gjykatë kushtetuese, se do të kemi për të parë një gjykim të tillë brenda llojit Partisë Socialiste,
dhe përveç kësaj do shkojmë gjykatën kushtetuese, e cila do bëjë një hetim administrativ disiplinor, se kështu e ka përmbajtjen ajo dispozit. Pra, shkarkimi i tij vjen si një ndëshkim administrativ disiplinor, pra ata që di ta lexojnë mirë nenin 62 të 139 të 2015 të ligjit për vetë qeverisjen vendore, por pavarësisht se ekziston edhe një pik aty që thot për vendim formës prerë për shpallje të i fajshëm, duhet të keni parasysh që për gjithë procesin në gjykatën kushtetuese duhet të bëhet sipas standardeve dhe nuk duhet thjesht vetëm të mbetemi sepse personi është në masë sigurie. Duhet të gjejmë edhe elemente të tjerë të cilët kanë të bëjnë me vullnetin e tij që mos të marrë pjesë në krye të detyrës. Ai në kushtet që jemi, për mua nuk duhet të shkarkohet. Shumë nga ju do të jeni të këqij, do të thoni pse, se ai ka bërë këtë, ka bërë atë, ka bërë kështu. Unë do doja shumë që zoti Veliaj të qëndronte deri në 2027-ën, Partia Demokratike si një parti e kryesore e opozitës të gjente kohën të analizonte dhe të punonte për Tiranën dhe të dilte me një kandidaturë të mirë në 2027-ën. Partia Demokratike, në rast se do dalë me një kandidaturë në 2026, se derisa unë mendoj në rast se zoti Veliaj nuk ka ankimon, unë mendoj se 2026 do bëhen zgjedhjet. Dhe në rast se ndodh kjo gjë, atëherë unë mendoj se kandidati që duhet jetë një kandidat i cili të pranojë edhe humbjen ose të pranojë edhe fitoren, por të paktën të punojë për të fituar gjithmonë opozita e bashkuar në zgjedhjet lokale të Tiranës, sepse në zgjedhjet 2027 nuk duhet që opozita të jetë e përçarë. Sepse këtë do investojë zoti Rama të jetë opozita e përçarë. Në rast se opozita është e bashkuar kundër zotit Rama, zoti Rama ikën nesër nga pushteti. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.